dikun ja 80 orë në hi punën. Ka qenë veç ky format, veç një format, apo ke pas formate ndryshme? Dhe i ke dorëzuar te Federata e Futbollit, ata kanë vendos, apo ka qenë ky dhe më pas nuk e pas refuzime diçka? Jo, kena pas do propozime tjera, po tjerat kanë qenë pak ma ashtu ma ju ka fella so kjo. Tjerat kanë qenë qështu si patena, najs qëlluminization, najs... Se ti e shet që shumica e fanela e ka naj vijë ose naj sen që aty kryhet. Po. Nëse ke vrejt do fanela të Belgjikës, në Evropian, që kanë pas kaltër bojkaft dhe qërop të bardha. Ata e din ndërlidhen e qasaj për shembull? Jo. Është një personazh, belgët njihën për stripa, kanë botu novela grafike shumë. Shtrumfat, nëse të këtohen ata Smurfs, ata e në Belgjikës, dhe janë do tjerë. Një pityna një personazh që shumë i famshëm në Belgjik, Tintin e ka emrin. Tintin e djalë bjond me ndërsi, aje ka një bluz të kaltërt, ka pantolla të kafta dhe qërap të bardha. Edhe këta ja kanë tribute, do më thonë, ja kanë kushtu Tintinit. Tintinin, do më thonë, këta një figurë të vizatume e kanë si një. Do më thonë, jo do mos do dunë më konë simbole kombëtare, patriotike, shpata, e kësi. Edhe unë shumë pat pëlqy që ajo që pat të mbo. Shpresoj që në ditë vjen momenti edhe Shqipnia me bo diçka ku ti ja kushton naj artistja në sen, që nuk ka domosdoshmësi elemente, po kësa here qështu u bo, atë në hala të na momenti s'ka ardh me lujt pak ma shumë, edhe ka rezerva, edhe ndaj kësaj ka pas pak rezerva, edhe se pak ka tuta e Shqiponja, pak duke komplekse, e na kena pas e patena tjera, po kjo u pëlqy edhe mas ne u punu. Tosh mas ne më abet tjetër, se unë kom propozu edhe stemën e kombëtarës me ndru. Se është e vetmja kombëtarës që ka veç flamurin në stemë, nuk ka elemente tjera. Po nuk është pranu nga... që... Qysh? A është pranu kjo ndryshimi? A du të bëhet? Po tash është një stemë që o pranu, është t'ju prit momenti kur mu miratu, do më thonë është